Përshëndetje, jemi me diskutimin e radhës në edicionin 16 të Green Festit, jemi me këtë edicionin e Green Talks. Si vjet e dini, do të flasim për biodiversitetin, një gjatë tepër e rëndësishme në secilën prej sferave, mirë po sot do të flasim për biodiversitetin natyror, diçka që është edhe më e rëndësishme, që është shumë e rëndësishme edhe me urujt. Ndonse edhe festivali emrin e ka Green Fest, edhe ka shumë rëndësi me urujt kjo e gjel për ta. Sot do të flasim me një njeri i cili potencialisht mundesh me gjetë më shpesh diku ku ka natyrë, edhe nuk ka shumë njerëz, po ka bim edhe kafsh edhe shpellë shumë të rralla, se sa diku në këto qytetet ku vërtitemi ne për çdo ditë. E kemi Arjan Mavriqin. Mirë se erdhe, Arjan. Faleminderit për mundësinë, Uran, shumë faleminderit. Deshta më thonë Arjanin fotografin, thash më mirë më thonë, tash po të them, kesh të menu që më thonë Arjanin njërin e natyrës. Ha? Shumë mirë, bash. Se nuk është që je vetëm fotografi, je pak më shumë se fotograf. E ke gjetë tamam durën, në sporran kur çashtu është njëri natyrës. Çashtu është. Arjan, ti edhe natyra e një secili për neve jemi në natyrën një, sepse jetojmë rrethuar me saj, po ti je pak më shumë se është shumë e rëndësishme me dëgju qysh ka fillu kjo lidhje jote më e fortë me natyrën, edhe a ka qenë ndoshta aparati fotografik ai, si më thon, enzimi që ka përshpejtuar këtë fa lidhje me u bë më e fortë. Unë jam rrit në Kamenic, Uran. Kamenica është e rrethuar me male, e kemi një lum në mes, edhe si fëmijë kom kalu një pjesë shumë të gjatë të jetës në lum. Në fakt se ndërprej, po çaj lum fatmirësisht hala është pejt vetëm në Kosovë që nuk u betonua dhe urujt, shqyr Zotit. Po, urujt naturaliteti i tij fal Zotit është në dytë më shumë se që ka qenë, për shkak të ujrave të zeza, për shkak mbeturinave për fat keq. Po që megjithatë ka një mirëmbajtje për shkak edhe të cilësisë së ujit, mandej kur ka cilësi të ujit, ka edhe ujor, kafshë të ndryshme të cilat jetojnë brenda aty në ujrave. Por jam rrit në atë vend ku unë kam pa gjithmonë kafshë brenda atij lumi, edhe më ka frymzuar gjithmonë me pas një dokumentar apo me pas informacione më shumë për jetën e egër, wildlife. Si fëmijë, Uran kam shikuar shumë dokumentare të huaja që nuk kam pas informacione për Kosovën shumë, edhe gjithmonë më ka breja, thosha pse më rezot skemi na diçka për kafshë tek ne, për rolin e tyre në ekosisteme, për çka na duhen. Për shembull kom përcjell George dhe Joe Adamson, pa ata kanë volë shumë në raste për Afrikën. Ose David Attenborough, një shkencëtar që e njihni, që tash i kanë mbush 100 vjet, sir. Pa ka ecë shumë, po me sir. Ai ka ecë shumë nëpër këtë botën, unë s'kena menuna, edhe pse unë kom qenë në Afrikë, kom bë dokumentar për Afrikën. Po kur në atë kohë se kom menu Afrikën, kom menu Kosovën, vëlla, ku jetoj unë, me ditë çka kemi na këtu prej kafshëve, çfarë kanë cilë roli tyne, çështu kanë nisë ai pasioni mandej pas luftës, një kohë kom punu gazetar, bile në radio kom punu një 5 vjet, mandej me një organizatë gjermane, po pe vitit 2012 meta pa punë. 2012 fillova me pasionin e vjetër, thash duhet me fillu tash me bë diçka për iden apo me u kthy historikut të vjetër apo dëshirës të madhe për të dokumentuar faunën e egër. Mirë, ti je non stop në natyrë, si më thonë, je i mishnuar me to, edhe sheh gjithçka, nin gjithçka. Tez dikush mrapa që se sheh, garant. Po çka muj me mësu na si është një njerëzore në farë me kështu prej mënyrës që funksionojnë ekosistemet natyrore. Ato funksionojnë pothuajse në mënyrë perfekte, përderisa nuk e shtim na dorën to. Nuk funksionojmë as ne pa funksionimin e ekosisteme, por gjithçka edhe jeta jonë lidhet me funksionimin e tyre. Ekosistemet shërbejnë që kjo botë e egër apo jeta e egër të me atë zinxhirin jetësor të funksionojë edhe vetë planeti normalisht. Pra, qysh me lidh këtë sem, me ta shpjegoj më mirë Uran. Janë diku mbi 50 miliard shpend hektar që kalojnë mbi qiellin e këtij planeti çdo vit. Pra ata konsumojnë diku 500 deri në 600 milion ton insekte, apo me përkthy një dallën dyshe brenda 24 orëve han diku 750 mushkonja, edhe insekte tjera po mushkonja. Imagjinoni çka bëjmë ne raca njerëzore, po mos i ruajmë këto ekosisteme. Pra thjesht varemi edhe ne prej ruajtjes tyre, funksionimit tyre, prandaj dëmtimit i këtyn lumenve, ligatinave, liçeneve,
lagunave, ndikon direkt te vet komoditeti i jetës tonë, sepse ne nuk mund me mirëmbajt popullatën e këtyre insekteve ose zvaranikëve. Për shembull, në këto ekosisteme, a dini që ka lloj të shqiponjës që kthehet tash prej shtektimit që quhet shqiponja gjarpërngrënëse. Ajo eliminon në 99% rasteve gjarprind. Ka lloj të skifterit që eliminon shumicën e rasteve vetëm se zvaranik ndryshëm hardhuca. Ka prej tyre që eliminon mind. Po them shumica e tyre pra hajnë insekte. Pra imagjinoni nëse i shkatrojmë këto ekosisteme, çysh e kontrollojmë ne popullatën e këtyre insekteve, është e pamundur. Prandaj pra gjithçka lidhet. Çana kishin bërë ton ato mushkojnë nëse si shinkon dallën dyshet. Veç dallën dyshet. Po ti mora shembull të tjera, llojet skifterave, shqiponjave, çapo diun ose ujku, roli i ujkut në ekosisteme, është s'unë imagjinon çfarë punë kryen. Ose ka për shembull shkabat. Rolin e tyre në shumicën e rasteve është vetëm se eliminimi i ngordhësirave apo kufomave të kafshëve të ndryshme. Ato për e di sa shumë konsumojnë apo hajnë kufomat nga mbretëria e kafshëve, po të ishin qenë që ashtu krejt natyrë, a disa smundje e shbo. Pra, a pse qysh lidhet, kjo është një zinxhir që nëse njeriu ndërhyn në këto ekosisteme, atëherë na e psojmë mas shumti vetë raca njerëzore. Shumë interesant. Se përderisa po fol, kështu hinë kështu në mendime çka nëse, edhe po besoj që secili futet në këto mendime çka nëse. Edhe përmendet David Attenborough, i cili ka bërë 100 vjet tash edhe që nifet për atë incizimin e tij në vitet 70-ta kur shkon futet në krahun e shimpanzës. Me thonë herë të parë baba i këtij sporti. Po, bash baba i këtij sporti. Po duke qenë kështu natyrë sa dush, po kur ja ke nis me vrejt pak më shpesh dorën ton e cila ja ndërpret pak ciklin, pak e shumë ka herë besa këtyne ekosisteme, jam të fol, dikush e marron një shtëpi mes një pylli me pisha e mush beton aty dhe këto në rrugën për me çu betonit dhe aty bën dome plot tjera, ose dikush tjetër ndërpret lumin, ose dikush tjetër çapo diun i prejet në gjitha pemë të afër lumit. Çush kanë ndikuar kjo te ti, çush i ki pa në natyrë. Aktiviteti njerëzor përgjithësi, krejt kjo që na po rrethomi tash, edhe Prishtina ku jemi këtu hiç më larg, krejt to makina pa kontroll, krejt to zhurma, krejt to lirimet tyne gazrave që ndikon në dioksid karbon pastaj. Krejt kjo ndikon edhe në numrin e këtyre specie dhe në zhdukjen e tyre. Mandej ndërtimet që janë bë pa kurfar kontrolle gjithandej. Ndërtime kush e mon men Prishtinën para luftës ose Kosovën përgjithësi e din se çfarë habitatet të mrekullueshme ka pas. Bilone kam një libër të vjetër të para luftës që na ka tregu për llojin e disa prej tyre se nuk janë më këtu, janë zhduk. Një prej tyre shqiponja perandorake, Imperial Eagle. Aquila, Heliaka e mishqizor, po për zotin, ka pos folje këtu që nuk janë mo qati lloji, mos i përmeni tjerat se do të emision special. Por këtu kanë diku, këtu aktivitet njerëzor, kjo ndërtime gjithandej, zvoglohet mandej territori apo habitatet ku janë kafsht. Kur zvoglohet territori tyne, mandej ato qa bojnë, ngrisin një lloj alarmi se s'kan qa me ushqy. Ka mungesë pyjeve, ka mungesë të insekteve, se insektet ushqyen kryesisht me fleta, me lëvozhga të drejtëve. Kur s'ka, dhe qa ndodh, kur s'ka ato, ka ramje drastike të numrit tyne, se s'kan qa me hongër. Kur s'kan qa me hongër, mandej fillojnë me hongër njëra tjetër në shumë raste. Apo kupton, lufta për mbijetesë. Ke po shumë raste kur shkencëtar kanë sidomos minë në laborator pas një kohë gjatë kur s'kan pas qa me hongër, kanë fillu për mbijetë, kanë hongër njëra tjetër. Pastaj, ngroja globale në përgjithësi ka pru qëto probleme që mandej ndikon edhe të vek komoditeti i jetës tonë. Qysh ka ndodhur kjo, krejt ka ndodhur kjo kur njerëz nuk ngopën me kurrë. Fillojnë domon nuk i shohin se çysh është përfundimi i tyre, ndërtojnë. Çfarë pune, çfarë ndotje të bën këtu kjo termoelektrona. Para një muje kom realizu një dokumentar në Likatin e Hencit, nuk kom mujt me realizu dokumentarin pe tymit, pe ajrit ndotur, në mund është pa në kamerë,
qatë shumë ka pas ajër të ndotur. Imagjino që është ndikon ajo edhe tek bota e kafshëve. Pra, që kjo, kur ti she, ku ka qenë, ku kanë qenë këto habitate ku janë sot, të merrosh, trishtor, sepse këtë probleme kemi po mësë shumëti në pandemi. A ke po që pushoj bota. Ka fillun me orë shumë afër pranë zonave të njeriut. E ndishin atë qetësinë, sidomos na që kemi lëviz në natyrë, kem dëgju me dhjetra mira tinguj të zogjve të cilë nuk i kemi dëgju kur më herët, se kanë qenë të lirë, kanë marrë frym lirisht. E që kjo të bën me undi i të merrum se nuk po punohet, ose fare heq në që njeri du të me munal me mendu që ka me arë një kohë, kur nuk ka me të shërby mo kur gjën këtë botë, parja, pasuria, se ti s'ki ajer mungi. Ka me shku njerës, ka me vrapu pas një veni ku ka një tro, ku ka met një tro mal, që aty me shku me marrë një tro ajer të pastër. Pas aty nuk i krym punë. A di pse uran? Se mandej ka me pos shumë njerës, o që mos s'kan, apo male pak, nëse vazhdojët kështu. Pra 1 hektar pyje, për mbush sasinë nevojshme dikon për 60 persona të oksigjenit. Imagjino kur na i kallim këto male në verës, i prejmë, i shkatrojmë. Kejt i domon direkt ndikojmë që në farë vetvrasje mi a shkaktu vetës tonë, jo domosdoshmërisht me 9 minutit, po çështu, tu më thutu se llogarit kur gjeheq. Mirë, ky efekti, si më thonë, në shëndet është shumë i madh dhe edhe vrej dukshëm, po edhe një diçka që po e shoh mes fjalëve tua është kjo kujtesa kolektive. Diçka që kemi përjetuar më herët në natyrë, nuk mundej me përjetuar sot mo. Unë kam pasi me thonë, kam po rripet mëdhaja të pyjeve të cilat pritën, edhe që nuk rigjenerohen mo. Po gjithashtu ti ke qenë edhe afër ligatinave, edhe ke po qysh ka ndryshu ato, si me thonë, me qëtë zhvillimin e industrisë, ha? Se di unë në këtë ligatinë e Hencit edhe patëm fillu me marr ujin prej aty, me gypa, me çu me rrit peshë diku tjetër. Aja ka qenë ngjarja më trisht, muj me thonë, prej kur kun fillu me u marr me këtë zhandër të dokumentimit, fotografisë wildlife. Ngjarja më trisht, sepse kur ti e kujton, për shembull uran para 3 viteve mbi 113 lloje të specie i kemi dokumentu vetëm në ligatinë të Hencit. 130. Po. Imagjino sot shkokshëre. Ka pos folinizues brenda ligatinës, të cilët kanë folinizu aty. Është prishje habitat shumica e tyre për shkak të tërheqjes së ujit. E tash për më rikthye janë gjendje do të ka punë. A bëdin se kur tërheq ujin çka ka bë, kanë ngordh peshqit, bretkocat, zvaranik të tjerë ndryshëm, ujor të tjerë ndryshëm të cilët pra kur kthehen shpend, aty cila është pjesa më e trisht. Kur thejnë shpend shtektor të cilët kanë folinizuar mësues aty, sepse disa prej tyre folinizojnë njëjtin vend, pra i qëndrojnë besnik foleve të njëjta. Kur kthehen nuk kanë çfarë me hongër. Për shembull, krellroku i madh, apo skifteri osprey, apo bojzat, apo llojet ndryshme të rosave, të cilët janë ushqyer në ligën, kur kthehen mo nuk kanë çfarë me hongër, vazhdojnë, largohen më një herë. E kujtesën kur unë kujtoj atë vend që shkon fotografuar ty atë çfarë çush ndikon emocionalisht. Kështë zet kallët shpirti, dhe mund se e shethu, vjetë more këtu im kënoshtu fotografu, pare vjetë, sa mirë ke, si vjetë, që kjo të ndikon mandej të të njerit me undi shumë i dëmtum, psiqikisht, sa që ti thu, a këthejet në herë kjo në gjendje shukon më parë. Ata tinguj nuk i dëgjën që ke dëgju më herët. Ato pomja, ja, dhe mund, kur ke shku ke po qindra loje tyne, mo nuk ishe. Kjo të ndikon shumë në aspektin emocional, edhe pra kujtesën ta prek direkt, sepse të kujtohen, po thon pjesë më të mira që ke po aty më nuk i shes, nuk i nin. Mirë, Arjan, ti shetit po du me thonë këtë Kosovën, edhe jo vetëm Kosovë, po kështu prej këtij observime që ke bo, se më thonë në për pjesë piktoreske të Kosovës, ku shihet, si më thonë, kështu degradimi njerëzor joni që ka prek më shumë. Qërë tash këtu nuk po du me eshti për Vallën, Bogën edhe Brezovicën, ku aty nuk ka nevojë për me pas kështu as shkollë, aty mjafton vetë sy me pas edhe e shet degradimin që ka ndodhur, po. Më shumë janë prek Lumend. Lumend janë bërë oran destinacion për hudhjen e petrolina. Domthonë popullata në përgjithësi e kanë marrë dyqysh një
një destinacion si kur jenë lument deponim beturinesh, po. Që kjo është tmerri. Apo kupton? Se diku në ato ujra, ai uji është piu në vetë kum pi ujin lumin e kamenizëm. Mo sot nuk mund. Është pa mundur. Që aty je la, që aty ke zonë peshit, që aty ke hongër direkt, që aty ke pi uj, se ka qenë uj këthjellë si loti I pastër sot që aty prej fekaleve më falë shpejt nuk mundesh me hongër, sepse që aty po kalojnë ujrat e zeza. Apo kupton? Nuk mundesh me hongër për shkak mbeturinave se ki qindra llojet mbeturinave më të rrezikshme janë shishjet me vojra motorike, që vret ku me di sa qindra pesha po dhe mira. Kontaminon aty po më shumë ti e kemi vret ne tek lument për fat keq. Ku nuk do duhet. Për shembull, në Skandinavi konkretisht në Suedi nuk ka lum ose liçen, mundesh me marr gotën, sikur që të gotë me shku me fut në ujë me marr me pi pa problem. Në cilin lum tek ne e pin sot? A ka në lum Kosovë që mundesh me bot njëjtën? Unë më thonë që bajegi gjasat janë që nuk mund të shkërkun, përderisa unë kam pa edhe në atë Prockën që është në Prevallat janë alt gomat makinave. Edhe aty. Edhe masi edhe atje kum pa gomën e makinave, kum thonë që është problem. Çfarë njeri dush me qenë ti? Jo te në këtë rast. Po çfarë njeri dush me qenë personi, domethënë kur e merr shkon me rimorkjo kamionave, makinave edhe zbraz në lum. Çka ndodh në atë lum uran? Domosdoshmërisht që ai lum ka mu fut edhe në sidomos në bunare që nuk janë të izoluar mirë. Edhe çat ujë njerëz kthehen e pinë, që I kanë hudhë vetë çto mbeturina. Çka pastaj ndodhin smundjet? Pastaj ndodhin sulme të ndryshme në për njerëz thonë qysh valla çapo ndodh me kët rros njerëzore, sulme, smundje, çapo dan çapo priti. Po kështu a ke vrejtar janë për shembull në për zona që aty nuk bëhet shumë zhurmë, thjesht shkon edhe sheh që janë të marrë në 5-6 shtëpia dikun me një farë pylli dikun, sheft atje. Edhe kështu nuk vrejet fare, edhe mas një kodre, apo ka që si zhvillime sepse po për shembull Makreshin e ki, është një zonë që ka qenë çfarë zone e mirë pyjore, tash është bien botë ndërtimi atje që të vjen me vjell kur I sheh, domethënë, o zot çfarë pjesë ka qenë ajo. A I largon kjo më një herë, si më thon kështu, gjallësat, kafshët e pyllit, edhe I tmerron për kumëdit sa vite. Probleme kanë me rimor veten për më u kthy në ato pjesë. Sepse kumëdit sa prej tyre, për shembull, nëse vesh një ditë vjen me mua, me një les, pavarësisht nëse është les më I vjetër apo mund jenë diku mbi 5 folet të zogjve të llojit së lloj pikalosh. Ti direkt ja mohon drejtën atyre për me folinizu. Çfarë ndodh ata kërkojnë mandej shtëpi të reja, aty që thoya mundim shpesh për ta. Çore. Dash beson dash ju domosdoshmërisht I kimi lidh me jetën tënde. A ke po kur je mësu me një ambient një kohë gjatë. Nuk e di ku banon ti konkretisht uran për momentin. Në Prishtinë. Tash me këto uran pe nesit, tush më kthyn Suarek. Pa ti çfarë më për ty ke punë? Ti çtu ke bu pjesë gjatë punë. Hajde tash më kthy muri adoptu me një pjesë tjetër, shoshni 3 vend banim tjetër I ri, domthon. E imagjino tash sa vështirë kanë bota tjetër e kozhë, domthon. Këtë ja mohojmë drejtën ne me pos një jetë normale, cilën e kanë pos për një kohë gjatë, domthon krejt ndërhyet, nëse ndërhyet në zinxhirin e jetës, nëse ndërhyet në habitatet e tyre, u kry puna çaty, gjithçka. Po mbien të një pyetje, a kemi halona lidhje organike si njerëz të vani me natyrën që kemi? A kemi hupe, pa kemi të e kthy, a kemi hup krete si me ka e kthejmë? Po ka, dorën zemër ka. Megjithatë, kur ka njerëz që kanë met një pjesë dy që e dojnë megjithatë lidhin me natyrën, cilët lidhen edhe punojnë ngushtë edhe sakrifikojnë besa, se është kohë një farë sakrifice, dhe kjo punë se kur s'ki mbështetje, kur s'ki e bën një farë sakrifice. Ç'a ndodh? Ndodh që mesin disa prej tyre, po që kanë sprova, kanë sfida, kanë sepse lidhja organike nuk ka vetëm se më na ditës domosdoshmë u po çaja, po mision. Mision do të me lënë mandej edhe një bagazh prapa vetes. Kupton? Një spjegim që e bën në për shkolla, në për kudo koft, ti dush pak emocionalisht me tregu pak ngjarje, sikur tash me bëmi zonë më përgjigj edhe më vazhdoj ke kry punën, por nuk është në rregull, atëherë unë kom gëny se kom dash kurrë, s'kam qenë lidh në mënyrë ç'është dot. Apo kupton, në mënyrë organike apo? Po. Dush pak me
me tregu sinqeritet. Edhe mendoj që ka lidhje, po janë shumë zbeta, duhet punë edhe me gjenerata të reja sidomos. Po kam qef te gjeneratat e reja veç pe kallëzoj një shkurt këtu që i majnë këtu aksionet në për shkolla me pastru në ambientin kish pastoni ditë njoni tha ati mësojmë një mos me gjujt ti mësojmë me pastru po du mu lidh pak me rrëfimin tona tua personale se që ato janë pak më të fuqishme dhe janë përjetume kur e ki nisi me thonë kështu këtë farë biodiversiteti natyror tu ndikute të fuqishëm ka qenë që e pjesa e pandemisë ku e keni me një zonë tingu i tjerë, kur ka qenë kështu një moment të cilin kishte mujt me ndohë? Unë kur kom fillu ran 2012, kur kom postu fotografi të disa shpendve, edhe kom pa që njerëz, për shembull ta postu një që kjo kona që më ka prek mas shumë ti. Ku në farë park, një shitoj një shkëndi, ku ty të më shon tru e thu ka dalë se pas mi puna në këtë vend. E pa ta postu një lloj të zogut qafka e natës është këthejet është zog shtektar të këni dhe më ka nej që aty uran diko një muj ditë kërkush nuk e di ke qëfar loj shpendi është edhe poshtë është o zot këj popull s'pas ka i den qka na vynë këtu për çka është për çka e në rëndësishme për neve që aty u preka shumë emocionalisht se na kishim qenë luft unë e kom përjetu 18 vjet i kom pas në luft kishim qenë popull që kishim përjetu një luft e kuptoj atë pjesë që njerëz qa kam pos zorin se kam pos për këto po unë adin më dhim ke shpiti që nuk pe di kanë njerëz se çfarë rëndësie kanë ekosisteme këto kafsh këto shpend pavarësisht cilës mbretëria kozha është kjo po cila është bota e shpendva insekta zarrëve sa më rëndësi edhe aty u preka shumë shpirtash qysh nuk pas kanë ide këta njerëz shka kur mandej ta na filluan postu non stop disa më thoshin pse po gënjen se s'janë këto në Kosovë hiç Tu mos qenë vedeshëm për biodiversitetin që e kem. E pa ta majt një ekspozit kur sa arrin 2017-ën, jo më falë 2014-ën, edhe kur i kom renit fotografit uran, më tregojnë pas tanej mu shokët e me, thojshin shumica për këtyre njerëzve, po rreng ky se i ka marrë këtë internet. A vedhen, qasi mentaliteti apo mungeset informacioneve që njerëz s'kan posi den. Për shembull tregu sot diku që kemi 2 lloje të lelekut në Kosovë, sa njerëz e din. Ose i ki mbi 10 lloje të çukapikëve, ose ki 3 lloje të harabelave. Një prej tyre është hektar harabele spanjoll, ose ki mbi 20 lloje të shqiponjave, skifterave që kanë role të ndryshme, kështu me rrok lloje të trishtilave të ndryshëm. Domthon informacione që shumë pak kanë ditë njerëz, s'kan pas idenë e që aty tana të prek ajo emocionet e para që du të me ardhi kush me fol për këto për atë sodim se dorën zanë. Po, natyrisht, po me pasëru që... As jam ornitolog, as jam speleolog, as jam ichtiolog, as jam mamolog, as biolog. Pro këtë to janë pasionant, po. Janë shkollat ndryshme të cilët njerëz të shkencë e pafundme, po që pasionanti fotografisë që i ku mësu me kohën, duke lexu, duke hulumtu, duke pyet shok të mi ornitolog, se njerëz me pyet për me ditë e mandej me arë me çdo informacione. Mirë, kështu e kujtu një moment është shumë viral kështu në rrjetet sociale në internet, ku është diku në Afrikë, ku një prej këtyre që vendosin kamera kurth e zën një zog që nuk ka qenë me... është në Amazon e rast. Në Amazon, është shumë, nuk di sa dekada. 150 vite nuk është po. Ma shumë se 150 vite nuk është po, ai zog edhe e shoh si më thonë emocionin e tij, njëri fillon me çajt kur të shet, domethënë vlera e biodiversitetit. E çfarë po duhet të pyet, a kemi pasur si raste të njëjta? Po, me kastorin euroasiatik. Është një kafshë gjysmujore, një gjitar gjysmujor, që pas 200 viteve shfaqet në trojet tona. Pas 200 viteve është shfaq në Kosovë, e ka qenë momenti, nuk e di, me pas shtet normal këtu, ajo është do shumë festu. Shto është do me marë seriozisht ministria për kace. Ku është faq? Ka dhëna pa ku është faq, kush e ka fotografu? E kena mojt sekret në zonën e Bellasheftit tani. E kena mojt sekret për shkak të mos me shku njerëz me shqetësu, tash, duhet në zemër ka fillu ministria e ka marrë seriozisht këtë punë, kanë ardhur, kena montu kamerat rishtas, edhe është hulumtu rasti sepse është një projekt i Bashkimit Evropian,
që nga viti 2008 mdukët, që me rifut kastorin euroasiatik në për këta lumen, në për Ballkan përgjithësi, edhe falë zotit edhe Kosova është po, domethënë Kroacia dhe Serbia nuk është po në Maqedoni, Shqipërinë, Mallzi akoma, këto 3 shtete po. Edhe ne kemi përfitu le të them këtë rast sepse ai zgjat vetë vendin, nuk mundet me zor me pru. bile që topat e kalojë shumë rëndësi uran në Sloveni. Jo, në falë, në Çeki, kanë bo një hulumtim, nuk e di se sa kohë gjatë arkitekt për një ndërtimin e një digje tikun. Edhe në fund kanë marrë përfundim mas 4-5 ditëve studime që vendi më adekuat për me ndërtu qatë digë është ku e ka ndërtu Kastori. Qatë që në ekspert në ndërtimin e digave, sa që nuk mundesh me marrë me men. Tash kthehemi te në fillim që thamë kur gjën ne s'u bojmë pa botën shtatzor, është pa mundur funksionimi i jetës normalisht. E këtë Kastorin këtu e kanë kap kamerat kurth. Po. Edhe është video tepër e pastër, fantastike, ma mirë, nuk na kish desh tash mbetet me hulumtu tutje se çka mundemi me bë, sa individual ka po sillet me inventarizuar vallit po. Mirë, Ariane, kur e ki posti kështu në moment që si kur ka ardhur në objektiv në sy kështu, në moment kur u shfosh diçka e rrollë që e ki pa për herë të parë, plot si moment ora, është probleme me ti pasha zotin, domethënë është çdo vet del diçka e re. Nëse je non stop në hulumtim, po le të themi për shembull zogu Pupza. Një zog që përmendet në libra të shenjtë. Në Koranin famlar për shembull përmendet në bile sot konkretisht për këtë zog kemi fol me një imam dhe ka tregu që qysh e ka shpëtuar edhe një pjesë një njerëzimi në atë kohë, pikërisht lajmin që ka sjell Pupza. Kur e kom poshtë që është tek një në Kosovë, s'ko mujt me besu. Çfarë veçori ka Pupza, pse është kështu e veçantë? Është e veçantë për shkak se është përmendet në librin e shenjtë dhe si zog e ka një pamje fantastike. Është zog unik, më të bukur nuk ka në Kosovë, që kthehet nga shtektimi i largët afrikan. Edhe e ka një sistem të mbrojtjes të jashtëzakonshëm. Çaq e ka aromën e keqe foleja ofër, me thonë konkretisht, jashtëqitja e Pupzës ka një aromë të tmerrshme. Edhe është i vetmi zog ku grabiqartë nuk shkojnë afër foles për shkak erës të tmerrshme. Unë që kam qenë afër foles, që kam gjetë folen, edhe të tjerë shokët e mi, nuk mundesh me qëndru afër. Kur e nuhat grabiqarin Pupza, me jashtëqitjen e vet lyen të vegjlit e vet dhe veten. As gjarprin nuk vin ofër. Pastaj moshti para se mu kthyn fole, femra i zbukuron vezët e vet. Por edhe është tepër shpend luftar, kur ballafaqohet me shpend grabiqar nuk pranon dorëzimin. Ose ki me vra, ose ka me të njek për territorit. Dhe shumë tjera. Domethënë Pupza është që më kalon pa fjalë. Po ashtu kur fotografu dhënë e egër për herë të parë në bjeshtë në Nemra ka qenë dhënë e egër në prapavi është kodra Gjeravicës si fotografia ndoshta e para realizuar me aparat. Po unë kështu po e maj me fotografi kur e ki postuar. Ka qenë ekskluziv. Ka shumë oran që probleme. Po. Mirë, kush është dikush pe shpaz, pe kësaj mbretërisë së kafshës ku thu çe kemi humb. Kështu që është gjuna shumë e madhe që kemi humb. Që thash Shqiponia perandorake, që ajo që ka qenë tek ne. Kur është pa për herë të fundit kanë në vitet 1960 e diçka. Është dokumentuar që po. Nëse për Kastorin po e dëshmojmë që e pom. Pastaj ka pas shumë numër më të madh të foleve të lejlekëve. Po sot është që zotit po rriten. Shumë e çuditshme unë përderisa kam qenë duke bënë një hulumtim për lumin Sitnica, tu shku bregu të Sitnicës këtë ofër aty fshatër Krushevce dhe ku është termocentrale, kam po atë shumë folet lejlekëve në atë fshat. Domethënë aty është si me qenë konvikti i lejlekëve. Edhe bashkë më bëni përshtypje pse ka që aty shumë. Ka obiliqi më shumë, zona Obili dhe Prizrenit për momentin, dikun janë mbi afërsisht 150 në këtë Kosovën, Shqipënia nuk e di ai ka 2 a 3. Krahasuar me Shqipërinë jemi, po krahasuar me vendet tjera të Evropës jemi katastrofë.
me Gjermaninë, me krahasu me Hungarinë. Hungaria është nështë vendi që më shumë t'in kejt Evropën, po se popullën në botë që kujdeset shumë për këtë pjesën e jetës e sepse kam qenë atje, kam realizuar dokumentar, kam qenë dhe i ftuar special dhe kam ligjeru edhe atje, kam posë edhe ekspozit me profesorin Miklos Helta, ja kom po shumë hojri në Uran. Është një profesor në Universitetin e Wildlife, bile ka qenë një dekan një kohë, po njës shumë i mirë i botës së jeger. Shumë, dhe më kam su shumë petina, edhe po, pra, dhe më kjo e kaj me lot pse se kemi këtë Shqiponjen perandorake, Imperial Legal apo Aquila Heliake në shkencore. Ku endët ajo kështu ofër neve, ku është? Ofër neve në Maqedoni, po shijet, Maqedoni, po, në Serbi, edhe në Serbi, po Tenan nuk po vjen edhe po kallës shpirti pse nuk po vjen. E kem posë dhe shkobën. Ajo s'pret ftesë zyrtare, ajo pret me bon natyrën që shduhet. E kem posë dhe shkobën Uran që nuk e kemi mo. Nuk e kemi. Dhe shkoba ka qenë dikur, ka qenë edhe në Shqipëri nuk është hiç. E çka tek ne është kthy edhe kemi gjetë foljen për herë të parë, prej kur kanë ekzistuar trojet shqiptare, është foleja e lelekut të zi Cikonia nigra. Kjo ka qenë lajmi më i miri më shumë prej kur ekziston kombi unë. Ku është pakë? Në komunën e Kamenicës, Komunë Kamenicës. herën e parë, herën e dytë në komunën e Prishtinës, domthon janë të identifikuara gjithsej dy fole, njëri ti kemi vendosur GPS e den mandej. Po, e di ata që kemi përcjellën edhe fluturimi. Kjo ka qenë momentit më i miri më shumë. A muj me ditar janë për shembull, cili është shpendi i cili shtekton, si më thon kështu, më larg e kthehet apet në Kosovë. Shumë problem është. Shumë problem është. Ka prej tyne që shtektojnë në Afrikë dhe në Azi. Deri nga India e largët deri në Eritrea atje. Në Kenya kam qenë vetë, dhe në Tanzani kom po edhe vetë, lelekun e zi, lelekun e bardhë këto, 72 më mos flasim me shumë lloje, shumë. Po që problem është, domthon, për atë sa kemi në informacione. Mirë, ne kam përshtypjen që ju fotografët e botës egër, ndonse keni qenë pak tash një bollë më shumë, jeni zgjeruar shumë, edhe është një far komuniteti, një far komuniteti dhe shumë i organizuar, kështu shumë, si më thon, siç e kemi këtë muhabetin tonë mes vetë edhe shpirt mirë me natyrën, sepse shpesh herë shoh që vendosen, si më thon, atë kripën për kafsh në për male, që në ushqim gjatë dimrit e kështu. Po sa ka ndiku kjo rritja e komunitetit juve fotografëve botës egër me vetëdisu masën e gjerë, se ju nuk mundi me ndryshu natyrën komplet, po me vetëdisu të pak të masën ma gjerë. Kjo është qëllimi jonë, Uran. Na e kemi qëllim me i vetëdisu masën e gjerë që me punu, mandej me bashkëpunu në drejtim të rujtjes këtyre ekosistemeve. Unë i ligjeroj në për shkolla, nështë tam ke po, besoj. Kam ligjeru në shumë universitete, në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri. Në Kosovë s'ka shkollë mesme, ndoshta që s'kam qenë. Kam edhe për të vazhdu tutje. Kam po që kanë shumë mungesë të informacioneve. Kur ju fol pshet mosha jonë para që njëri knaqet kur i din dhe informacione që lidhesh aq më pak me trit. Sepse kur shkon në fillim, nuk je shumë i mirë pritur. Për fat të keq, se shkollat tona nuk janë shumë tu eduku. Ma shumë janë të shku shumica veç pa shkoj që aty për dallim prej moshës tem që ka po ato këto kriteriume, nuk e mujt bash çat tek e ty me bo. Kur fillosh me fol mandej knaqet të gjitet interesimi. Po, edhe të pyesin masan edhe privat, që kjo është qëllimi jon. Që me i lidh me u tregu se na fundi unë s'po rrem kur jesh, çto është realitete, unë s'po kallzoj pralla. Shumë lehtë mundi më vërtetu, shkruaj që ti ku dush, me sekonda e din çfarë po flas. Që kjo është qëllimi domosht që edhe pastaj diçka është më në rëndësi kur shumë njerëz çdo ditë më vijnë ka 10 mesazhe, hey, kom po këtu një fole, çfarë lloj kofshë kjo, cili shpend është ky, çfarë lloj zvaraniku, që kjo është një interes jon, që njerëz me u lidhe me tregu për rëndësinë e tyre, pastaj edhe me bashkëpunu me ta, edhe me gjahtor besaja, do të me bashkëpunu, me ju tregu pse do të me i rujt, pse do të mos me i vra, qysh është sot ku po flasim në Hungari janë diku 400.000 individ kaprollit. Ajo është 400.000, po. Ati sa janë Kosovë. Pa me njëbre në ashtat maksimumin e mund shumë 200 këtë Kosovën. Çfarë krahasimi? Pra unë në komunë kam ditë ku jetoj, merr molli për me po një kaproll dush me festu. Që kjo është realiteti. Qysh është që do se e preket që temë kjo tani na çet edhe të pyetja tjetër e dorës të shtetit në rujtje të biodiversitetit.
Qysh është kontrolli i gjatarëve? Na shpesh herë shohim që herë din shkelet janë flagrante edhe plus i postojnë ata. Nuk ka pas kontroll, ka pas zullum, ka pas keqpërdorim, ka pas këta të zezat. Vlerësisht më thonë, edhe pse shumë gjatar na kanë shoh, na kanë ofendu, na kanë kërcënu, sepse kanë funë një realitet, sepse unë i them direkt. O djem, kamerat kurd nuk rrejnë. Ti ton ditën mu më thuj I kemi na që ka shloje, kamera kurd nuk rrejnë, kur e lojnë shtigjet, se ka qare pa kalu. Apo kupton? A kena me dollë për së dere qëtu. Kur e menoj që ka një kamerë që ty unë, ti ki me dollë që ty, s'ki ka del. Që ato shtigjen na i vendon, që ato I lumen. Unë e di sa parafërsisht e me numër, me... Po, natyrisht. Po e din sa sa numër I ki parafërsisht kaprollave të lepëjve, tegër, ujqeve, dhelre, kështu me rallë. Na e dim sa, për shkak s'mundesh me më gënjy mu, është e pamundur e ki. E kur ju thu, po s'kan punu hiç. Tek tash kanë fillu diçka po shqit një dritë të fund tunelit, edhe nga disa shoqata gjatarve. Një prej tyre besa po e përmend është Drenica, është ka punon koqa shumë. Tash tek ne kur e ka marrë kjo shteti, është bosi ndërmarrja Dardana, po punohet, po ruhet, po bashkëpunohet, me s'kan bashkëpunuar, me s'kan dosh me ni, kanë menuar se çka të shir përpara dush me vra. Mo morën njerëz I kemi ose hey, keni me met ski çashe. Se kur është 400 mijë si në Hungari, e të qysh e kobrën një halura, atin edhe dele kiqa gjuna, mo qysh sot, po ta bëj konkretisht ju një pyetje. Kur ke po herën e fundit kaprall në mal në gjendje të lirë? Jo, nuk kom pa unës. Ta pshe. S'kom pa fare. Unë s'puj me traj ty o burr, as kolegon tonë këtu operator teknik, ose ta tjetërin, kur keni po? S'she, me pas, pasha zotin këshe po. Unë e dal ka njerë me muj bre nuk sha, me muj nuk sha, Allah I dashëm. Qa po më renti mu? Sina me mrajto, hajde vëlla bashkëpunojmë. Hajde bashkëpunojnë, ndash me punun të mirën e këtij vendit. Çka muj me bo si me thonë kështu si nëse është një pedi që du me bo, po qa mund me bo shteti që neve më nashty për para, edhe ka pak më najqita dhe kufite, sa që me rujtë potencialisht me pasuru biodiversitetin që e kemi natyror. Shteti du të me vendos kritere të rrepta për shoqatat e gjatarëve. S'ka më me jollën leja kujna që tjeket me ka push me dal si trend mal, qatë gjysh për para me vra. Për vetë gjatarëve, po du me thonë edhe në aspektet tjera. Me kontaktu me njerëz të cilët kanë njohuri, me bashkëpunu me fotograf të jetës segër të cilët po e shohin situatën teren, me kriju kushte për mbrojtjen e ligatinave, lumenve, liçeneve, lagunave, moçaleve, prockave, krejt këto kanë rol në këto ekosisteme. Me ndërtu shelters këtyne me vend strehime, me ndërtu këto vrojtore, me po njerëz me shku me u knaq me shkolla, me I marr, me I po me u knaq, me fut si lan shkollë, me fut patjetër lan rëndësinë e këtyre kafshëve në ekosisteme, me fol ditë dhe natë për to. Që kjo e bën shteti, Ministria e Arsimit, Ministria përkatëse. Me na marr neve që pak kemi njohuri, profesor të ndryshëm, ornitolog kujdo që I gjen, çojllon nëpër shkolla, le ti marrin ata nxënës, le dalin në terren, le ta shohin gjendjen, le të tregojmë se pse duam këto. Që kjo çfarë mund me bëj shteti? Edhe një pyetje se sot deshta mos të ik. A ki vret ndryshime në këtë ekosistemin ton, rrjedhimisht në biodiversitet, prej ndryshimeve të fundit, sepse ma herë na kemi pas një njërim të jo nuk ka ndryshime klimatike, ngjyra globale nuk ndodh, kemi pas kësi edhe për njerëzve publik që kanë fol kësi pallavra, po tash si më thonë njerëz kanë nisë me vrejt lëkurën e tyre, do më thonë rreshtet me shiut, verat këto, valat e të nxehtit. Sa ke mujt me vrejt natyrë këto ndryshimet, a kanë sjell ndryshime edhe tek shpest, edhe tek sjelljat? Çdo ditë e vrejnë. E vrejnë, domethënë. Çdo ditë e vrejnë, çdo ditë Zotit. Sidomos tek pyet. Kur dirsh e sheh me hektar janë djeg. Janë pre. Janë shkatru edhe ti apo të ndonjë çfarë është ndryshimi kur ti kupton që thu edhe sa kohë këta njerëz do ta kuptojnë që çdo lis, çdo mal që e pren e jetu ja shkurtu vetit jetën. Çdo lis mbi 13.000 litra ujë filtron një hektar pyje. 60 ton pluhur I filtron. Që ato kur I she
A dhe këthu, që ka po ndodhë më rëllo me këta njerë, po kujtojnë që rasisht jem kriju këto, nuk jem kriju rasisht. Unë i shep, ta pastaj edhe braktisja e vendbanimeve, edhe janë dikon shumë. Do në fshatra që... Absolutisht dikon tepër, rënd. Mos marja me blektori, bujtësi, kur s'ki tokë, s'punon, s'ka fryte, s'kan insektet, s'kan me çka mu shys, ato keto të fara janë burim ushqimi për pjesën tjetër të botës shtazore. Mandej bëhet një lloj shkretine, sikur rastin e Yellowstone, se tash fjalë që ka ndodhur, por gjithçka lidh e vren, atë ndryshim e vren. Pastaj kur s'punohet toka, ka mungesë të njerëzve në zona ku dikur është banu, ç'a ndodh, rritet bari gjithandej. Pastaj shumë e lehtë është zvaranik gjarprin të vinë edhe të futen në zonat urbane. Arind, kafshë të tjera. Po tash pushojmë arind që po afrohen për fshatra. Që kjo është? Sepse zonat e tyre në disa raste është ndërtu pa le, jo është kufizu, pastaj për me gjithë zgjidhja që kjo. Lëshohen pasojat po. Mirë, Arjan, faleminderit shumë, na muj me fol, që më thon pafund muj me fol për natyrën. Inshallah kum fol diçka. Po, jo definitivisht faleminderit shumë edhe për këtë bisedë që e bënëm këtu, po faleminderit shumë për kontributin tënd edhe këtë kolegëve tu që e bëni duke dokumentuar biodiversitetin ton, bukuritë tona natyrore, të cilat dorën zemër, unë duhet më thonë se tek e fundi gazetar jam duhet më thonë të vërtetën, na nuk e ruajmë hes, as nuk e respektojmë hes. Po edhe kjo mënyrë që më ke ftu, pavarësisht organizimi i Green Festit është një punë fantastike, sepse ne po tregojmë diçka, kjo ka mu transmetu edhe ka mu që po bëhet diçka dhe kjo mënyrë shumë e mirë kontributi, kështu që të përgëzoj. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, dashurit e mi, ky ishte diskutimi mbi biodiversitetin natyror, nështë më e rëndësishme, sepse prej tij na rrjedhin gjithë të tjerat. Andaj, faleminderit shumë. Dëgjohemi në diskutimin tjetër.